Eko Podcast. Sot në Eko kam një grua nga Vlora. Është Aleksandra Koshena. Ajo do prezantoj veten e saj. Kush është Aleksandra? Përshëndetje e dashur. Faleminderit shumë që më zgjodhe mua. Unë jam Aleksandra Koshena, jam e lindur dhe e rritur në Vlorë, jam tama vajzë deti, domethënë. Edhe jam një grua që kam një histori për mendimin tim goxha të madhe. Vi nga një histori e dhunshme familjare, një divorc i dhunshëm. Edhe megjithatë ja ku jam, kam 2 fëmijë adoleshentë që po i rris vetëm. Mendoj që kjo ishte edhe tema për të cilën doja që të flisnim. Aleksandra, faleminderit që erdhe. E vlerësoj shumë faktin që pranove ftesën dhe që erdhe të ndash eksperiencën tënde sot me ne. Pavarësisht historisë tënde, kush është sot Aleksandra? Pavarësisht historisë, Aleksandra sot është një grua që ecën pa frikë, që punon pa frikë, që bën 2 role që janë të vështira, se e dim që edhe kur janë të 2 prindrit, është e vështirësia e fëmijëve në kohët që po jetojmë. Po ja kam dalë disi në një farë forme se di. Një burim force që nuk e njihja te vetja, nuk e njihja. Po ndoshta duhet të kisha kaluar disa gjëra që të zbuloja që mund të jem kaq e fortë. Aleksandra, ti ke kaluar, le të themi, gati 12 vjet histori dhune në familjen tënde. Çfarë të bëri të kuptosh që nuk mund të shkojmë në këtë mënyrë jeta jote dhe kush ishte momenti që kuptove që ky është fundi dhe duhet të dal mbi gjithçka që të kam poshtur? Mendoj që të gjitha femrat e kuptojnë që në momentin e parë, që në atë gjën e parë që nuk na pëlqen. Ne e kuptojmë, mendoj të gjitha e kuptojmë që këtu nuk ka më asgjë të mirë. Po jetojmë në të paktën brezi im, po them, po flas për veten. Jetojmë akoma të ndrydhura nga ideja që çfarë do thot familja, si do reagojnë, çfarë do thonë të tjerët. Edhe ky ishte edhe rasti im. Familja ime kishte shumë problem që të kishin një vajzë të ndarë në familje, në shtëpinë e tyre. E kishin shumë problem këta, pavarësisht cila ishte arsyeja e ndarjes. Po fati e deshi që në familjen time, të paktën nga ana e babait, ishim disa vajza që nuk patëm fat me martesat tona. Po mbi të gjitha, martesa ime ishte e dhunshme. Kishte abuzim fizik, që ai ishte më i vështiri. Kishte vështirësi të tmerrshme ekonomike, vështirësi sociale që vinin nga këto. Babai i fëmijëve të mi ishte i alkoolizuar, filloi të përdorte substanca. E humbi kontrollin e vetes, po ndërkohë po na bënte dëme të mëdha dhe ne. Dhe ndërkohë unë kisha 2 fëmijë të vegjël. Dhe erdhi një moment që në një nga këto momentet e dhunës në shtëpi, përshkallëzoi situata. Unë u plagosa, fëmijët u tmerruan, edhe thash, ky është me të vërtet fundi. Se mendojnë çfarë të duan të gjithë. Edhe i mbërtheva fëmijët, edhe nuk kam folur me askënd, e kam thënë dhe diku tjetër këtë, ndoshta do ta shohësh ti. Edhe kam shkuar në komisariat edhe aty u vendos. Pse të është dashur ta mbash këtë dhunë gjatë të gjithë këtyre viteve, domethënë, pavarësisht atij opinioni që mund të kishin prindrit, ndoshta familja apo dhe fisi, pse mendove se është më mirë të qëndroje në dhunë? E dija shumë mirë që nuk ishte më mirë të qëndroja aty. E dija për veten, e dija për fëmijët që nuk ishte mirë të qëndroja aty. Po janë ato presionet që bëjnë atë momente. Çfarë do t'i bëj unë familjes tënde? I dim, këto janë kështu rëndom. Dhe duke mos pasur, më fal, duke mos pasur mbështetje nga njerëzit, nga ata që ti mendon që duhet të të mbështesin, nuk po i gjeja dot forcën me veten që të reagoja. Ku të shkosh, ku të përplasesh? E kuptova. Pavarësisht se kur erdhi momenti unë gjeta ku të përplasesh. Dhe nuk ishte familja ime. Nuk ishte familja. Ajo erdhi më vonë. Nuk ishte familja. Gjithçka e ke mohuar për hir të familjes tënde. Për të mos u shqetësuar të tjerës. Po, për të mos u shqetësuar të tjerës, jo asaj të vogël, jo ajo që krijova unë. Jo asaj të vogël. Jo, nuk ishte ajo. Ishte sepse sa herë unë largohesha, shkoja tek prindrit e mi,
Ish bashkëshorti i vinte, bënte rëmuja, bënte skena, edhe nuk duroheshin, domethënë, thosha okay. Më takon mua që ta zbuz këtë gjën edhe gjithmonë kështu. Sa punë bën sot Aleksandra për të mbajtur fëmijët e saj që sot janë në moshën 16 dhe 14 vjeç, pra 2 adoleshent. Janë 2 adoleshent. Tani mund të përdor një shprehje që e themi ne atje në Vlorë. Mund ta përdor. Tani në këtë moshë ata bluajnë gur, themi ne. Bluajnë gur. Edhe ka qenë shumë e vështirë të sjell deri këtu. Jashtëzakonisht e vështirë. Në një moment unë nuk mundesha të përballoja banesën ta paguaja. Kam jetuar për shumë gjatë në një vend të papërshtatshëm për të jetuar. Mirë po, ja dola. Kam 2 vjet që kam një punë. Për fat të mirë jam stabilizuar me këtë punën aty në qytet. Gjatë vitit është pak më qetë, po gjatë sezonit, që nga java e parë e qershorit edhe deri në fund të shtatorit, unë nuk më zën këmbët dhe, po e përdor prapë një fjalë të Vlorës. Okay. Punoj, duhet punoj. Ka pas raste edhe natën. Aleksandra, kush kanë qenë paragjykimet më të forta, të cilat e kanë vrarë shumë, edhe gjatë kohës kur ti, domethënë, kishe në ato dilemen për të bërë atë shkëputjen nga dhuna në familje? Kjo është një gjë që e dëgjojmë rëndom sa herë që ka një probleme me femrat. Pa le çka ka bërë ajo, diçka ka bërë se kot nuk sillet burri ashtu. Unë mendoj që burrëria nuk matet me forcë. Mendoj unë. Edhe jam e sigurt për veten time të paktën, për një pjesë e mirë e shoqërisë së femrave, janë të afta të komunikojnë. Ne kuptojmë. Nuk ka nevojë që të më tregosh grushtat. Normalisht që do jesh më i fuqishëm se unë. Çdo mashkull është më i fuqishëm se femrat. Kjo ka qenë gjëja më e rëndë, domethënë që të gjithë mendojnë edhe shprehen pa u menduar 2 herë që diçka ka bërë. Diçka ka bërë. Ti duhet kishe bërë një gabim? Po, patjetër kisha bërë diçka që ai sillej ashtu. Ishte faji im, domethënë që nuk e mendonin që ky njeriu në një moment të caktuar unë vazhdova që t'i rija krah, se ishte babai i fëmijëve dhe nuk doja që fëmijët e mi ta shihnin të degraduar, sepse degradoi në fund. U mundova me të gjitha forcat jashtë vetes, se normale që kjo ishte jashtë çdo fuqie të mundshme time. Po thash po e bëj dhe këtë tentativë. Dhe në fund mjekët e vendosën, njerëz të tjerë që janë kompetent për këto punë, specialistët e vendosën që ky njeriu ka nevojë për të tjera ndihma, nuk është se po i bie bota mbi kokë. Atëherë po. Si nën, si një krye familjare, si të është dukur gjithë përgjegjësia jote tashmë për të edukuar fëmijët dhe për të bërë edhe për të mbajtur edhe pozicionin e babait. Sa e vështirë ka qenë për ty për të mbuluar figurën natyrore në familje? Para se të them këtë, dua të them që vështirësia më e madhe është që të përballosh këtë statusin e ri në vendin ku ti jeton. Më besoj që kam luftuar me mishe, me shpirt, mos të them që kam nxjerrë thonjt për të pozicionuar në qytet si një grua e divorcuar. Sepse je gjithkohës nuk e di se pse dhe nuk e di se çfarë i shtyn njerëzit që të kenë në pikë referimi, sulmi në thonjza, për çdo gjë. Aleksandra, ti nuk je vetëm një grua e divorcuar në Vlorë dhe në të gjithë rrugët e Edhe të gjitha e kalojmë këtë, më besoj që të gjitha e kanë. Kush është ajo fjala më e rëndë që mund t'i thuat një grua të divorcuar atje në Vlorë? Mori rrugët. Mori rrugët. Edhe kush janë rrugët që ti ke marrë? Shpatullat që kam ngarkuar. Rruga që ti ke marrë janë përgjegjësitë më të mëdha që ti po i bën në dy fish tashmë për të rritur fëmijët e tu. Po këtë e di unë. Duhet ta binde edhe qytetin, domethënë sepse nuk e di pse duhet jetë edhe kështu që të bindesh edhe të tjerët. Po u mësova që t'isha e fortë dhe të mos merresha me këtë pjesën e paragjykimit që ka ndikim shumë të madh. Të betojmë ka ndikim shumë të madh. Të pengojnë të punosh, të pengojnë të jetosh, ndikojnë te familjarët që mbas këtyre fazave vazhdojnë që të jetë një luftë aty brenda, edhe të dalim tek pyetja jote duke mos qenë mashkull dhe aq pak sa mund të di se si mendojnë meshkujt, se është e kohë të themi që e dim si mendojnë. Jam përpjekur më shumë të jem shoqe me fëmijët. Edhe e kuptoj mangësinë të tregoj një episod, do mundohem mos të qaj.
Para ca ditësh kemi hapur si ditë vjetra, disqet vjetra me foto të shumë viteve para. Dhe të dy fëmijët, po sidomos vajza ime që ka një tip goxha të vështirë, shumë e mbyllur, shumë e tërhequr. Gjej një foto të hershme të pothuajse 20 viteve para timen dhe babait të saj. Dhe reagimi i parë ishte këtë foto e dua unë në telefon sepse dua ta mbaj në ekran. Se di se si mund të ta them me fjalë. Më shqyje shpirti, domethënë nuk e di shumë mirë që mungon figura e babit. Se kanë pasur në fakt edhe në vegjëli, sepse dhe puna që bënte babai i tyre, ai ishte mungonte nga shtëpia gjithkohon. Nuk e kanë pas asnjëherë. Unë si vajzë e një babi e di shumë mirë sa e rëndësishme është figura e babait. Ata nuk e pat. Edhe me djalin jam më shumë shok të them të drejtën. Jemi shumë si mama jam e detyruar, domethënë mendoj që ka qenë detyra ime patjetër ishte. Që të flasim dhe për ato gjërat që unë me prindrit e mi nuk shkoheshin në përmend. Po që që janë të nevojshme sepse unë kam 2 fëmijë të mrekullueshëm që në këto kohë edhe mos flas për gjithë Shqipërinë, po për Vlorën, se Vlorën di më mirë. Sa probleme na rrethojnë, sa vështirësi edhe faleminderit Zotit i ka mirë. Sa të kanë ndihmuar institucionet në rastin tënd konkretisht, duke qenë se je përballur me një rast jo të lehtë? I ke pasur ndihmë institucionet? Mendoja që jo. Ne mendojmë gjithmonë që nuk, duke dëgjuar edhe histori të tjera, po të paktën përballja e parë aty natë, sepse ka qenë darkë vonë me komisariatin, ishte jashtëzakonshme. Ata e panë që unë isha në gjendje shumë të vështirë psikologjike, shumë të vështirë me 2 fëmijë në gjendje të vështirë dhe ata psikologjike, sepse ishin gjithkohës prezent, po sidomos atë natë. Ajo natë ishte jashtë kontrollit. Përveç këtij momenti të parë të mbrojtjes nga dhuna, ka vijuar pastaj ndihma qoftë edhe nga aspekti ekonomik? Është aty në Vlorë është një qendra e gruas Vatra, quhet. Nuk e di është më në gjithë Shqipërinë apo mendoj që është për Vlorën. Edhe me një lloj marrëveshje mes tyre më janë gjendur të them të drejtë. Bën aq sa mundën që të bënin. Më thanë që deri këtu e kishin kufirin. Po jeta nuk është vetëm 3 muaj. Po. Jeta nuk është vetëm 3 muaj. Nuk ka qenë një mbështetje e vazhdueshme? Jo, nuk ishte e vazhdueshme, sepse me sa duket aq që kishin. Po fëmijët e tu marrin pension? Fëmijët e mi, Anila, rriten vetëm nga krahët e mi, nga duart e mia. Nuk marrin as pagesën nga babai, edhe as një gjë nga shteti. Nuk e di pse nuk ka mundur dot që të çaj me këto gjëra. Të besoj ty që do ta them kështu modestia më njan, se është realiteti dhe në çdo zyrë që kam kërkuar mbështetje sociale, që mendoj që ka për nënat e divorcuara diçka e tillë, domethënë me aq sa kam informacion, më kanë thënë që nuk e përfiton. Nuk ti je veshur e kuruar, e kujdesur, në kondim sociale. Kjo ka qenë një nga arsyet e tyre që... Kjo ka qenë pritja në zyrë për 3 vite rresht. Ty të kanë gjykuar nga mënyra e veshjes? Nuk dukesh që ke nevojë për ndihmë, po. Ky ka qenë perceptimi i tyre dhe ky ka qenë domethënë gjithë ajo analiza për të dhënë një... Mua më vjen keq ta them, po kështu ka qenë, po. Edhe ti e ke lënë apo... Po nuk e çfarë të bësh, se nuk e domethënë shumë e vështirë të çash pastaj në përzyra, duhet kërkosh të njohur, duhet kërkosh miqësi, edhe unë vrapoj gjithkohon e dashur, nuk kam kohë të gjej miq edhe shok për diçka që mendoj që më takon me aq sa dim nga ligjet. Edhe lash një periudhë kohe, u interesova prap. Tani kam arritur të bëj një marrëveshje me Bashkinë e Vlorës. Quhet bonus qiraje. Po. Edhe ishte vetëm ja ndihmë që mund të merrja për momentin nga shteti, sepse janë disa gjëra që duhet të kalosh në disa faza ligjërisht që duhet të kalosh në për të. Po me sa duke qenë që unë lahem edhe pastrohem, nuk dukem që jam në vështirësi. A ka patur momente kur kontrolli financiar, mungesa e financave të ka bërë ty të kushtëzosh lirinë tënde? Për të gjithë ne kushtëzimi i financave të vë me shpatlla mbas murit. Unë nuk kam të ardhura të sakta, domethënë, nuk është se unë e di që këtë muaj kam kaq. Nuk i kam të ardhura standarde çdo muaj. Çdo gjë varet si shkojnë punët, sa mund të punoj, deri ku mund të arri. Po patjetër, sidomos lirinë time nuk diskutohet, po edhe lirinë e fëmijëve në një farë forme, se ka pas raste që unë nuk kam mundur t'i dërgoj fëmijët në ekskursion në shkollën.
Ka pas raste që nuk i kam dërguar te festat e vitit të ri. Edhe pastaj përjetimi emocional është. Kam kaluar momente shumë të vështira. Ankthi, depresioni. Kë ke pasur mbështetje për sa i përket anës emocionale? Dhe ja ke kërkuar ndihmë për të patur mbështetje për të arritur të dalësh nga këto situata të vështira? Ke kërkuar? Në përgjithësi, ndihma, mbështetja emocionale është nga njerëzit që ke afër. Edhe njerëzit që kam afër janë miket e mia, disa. Kam disa prej tyre që më kanë ndonjur afër. Sepse familjarë të tjerë, të vetmit familjarë që kam në Vlorë janë të dy meshkuj, i matë dhe i vlla, motrën e kam larg. Dhe për çudi, do të çuditesh e di, mbështetja më e madhe emocionale është i mbir edhe pse ishte shumë i vogël. Ai është i jashtëzakonshëm. Si të ngushëllon të djali ty? Si të mbështetë djali emocionalisht? Po, fjalët e para janë këto gjithmonë, sa herë që akoma, pavarësisht se tani nuk janë më të njëjtat përjetime, e kam, si duket jam forcuar më shumë. Fjala e parë që thotë është qetësohu një herë, se unë e di që ti do ta bësh, edhe ti e di që do ta bësh, po s'ka gjë, tani ri kështu ri aty në cepin tënd më thotë edhe e di që do vi momenti që do ta bësh. Do ti e mami, thotë ti e bën këtë, e bën edhe atë. Ai është që i vogël, që 2 vjeç, që dilte babit vet para, kupton? Tani që është më i madh, gjejnë edhe këto fjalët e bukura pastaj që e rregullojnë me mamat. Kur e kuptove ti që ajo që përkaloje nuk ishte më një mungesë lirie, por ishte një padrejtësi që po të bëhe si person? Një lakte e kuptova që në momentin që mora vendimin për këtë martesën, e dija shumë ishi bra vetes një padrejtësi. E dija që në momentin e parë. E dija, po thash okay. Çfarë të shtyu për ta patur një shpresë që mund të shkonte gjëja ndryshe, që mund të kishte një ardhshmëri në këtë lloj lidhje? Po sepse unë po i jepja shumë kësaj martese. I thash gjithë qenien time, vitet, përkushtim emocional, të gjitha gjërat. Kohën unë izolova vetëm brenda shtëpisë, brenda martesës. Jo se isha izoluar, e detyruar të rija brenda. Ju përkushtova unë kësaj gjës edhe shpresoja shumë që të mos e humbisja. Tashmë kisha 2 fëmijë edhe më vinte edhe keq që nuk doja domethënë që të bëja këtë jetën vetëm me të gjitha këto vështirësitë që i dija që do vinin. A ishte kjo një luftë që e bëje vetëm ti individualisht apo kishe edhe një lloj përpjekje nga ana e ish bashkëshortit? Ai jetonte në delir, ishte totalisht në botën e vet. Puna që punonte shumë orë gjatë natës. Edhe gjatë ditës ishte totalisht i alkoolizuar, me substanca, derisa degradoi fare. Dhe në ato momentet e kthjellësisë që kishte, thoshte që na donte mua, fëmijët. Po ndërkohë kishte shumë gjatë që unë i mora më mbras vesh gjërat. Thoshte në shoqërinë rrethin me të cilin shoqërohej, thoshte që se di pse kam një dëshirë të madhe ta vras. Domethënë kështu, kjo tregon vetë që s'kishte impenjim ekonomik në shtëpi edhe pse paguaj shumë mirë. Nga këto pagesat shumë të mira të Shqipërisë për shkak të profesionit që ka. Aleksandra, e ke ndjetur ndonjëherë veten ti që je përfshirë në një realitet në jetën tënde, që ka qenë i shtyrë më tepër nga të tjerët dhe jo nga vetja jote? Po, të gjitha vitet e jetës. Nga se kanë qenë të gjitha vitet e jetës, familja. Pavarësisht se çfarë thot tjetri përballë, ti duhet të jesh e përullur, ti duhet të jesh e edukuar, ti duhet të tregosh veten tënde. Dhe në momentet që familjarët e mi, nëna ime, se pastaj nuk ka humbur jetën mami herët, pastaj babi, thonin që s'ka problem, ti ka atë mirësinë tënde, pavarësisht se më shikonin me shenja, me të vrara, me atë mirësinë tënde do ta mundësh të likën, do ta bësh të mirë si veten, po ja që nuk është kështu. Edhe vazhduan gjithë këto vitet që unë e ndjeja veten si e mbyllur në një flusk. Dhe rebelimi im ka qenë në momentin që i mat mori vesh për dosjen e divorcit, sepse nuk e dinte. Po. Edhe se nuk do ta pranonte dhe bëri një luftë që unë nuk e spjegoj dot, po një luftë ndaj meje. Çfarë shtyrte babain tënd të mbronte martesën tënde kur e shikonte vetë çdo ditë që vajza e tij po vuante?
Fjalia e parë që tha sapo mori lajmin ishte që unë nuk kam vajzë për të ndarë, se vajza ime s'ka bërë asgjë. Dhe kjo duhet të mbante ty në dhurë dhe në pension? Po çuditërisht po, dhe unë nuk e spjegoj dot me veten këtë gjë, si e kuptojnë, domethënë është më i madh turpi në thonjza që ndjejnë ndaj të tjerëve, familjarëve të tjerë që gjithmonë kanë shumë qejf të fusin hundët. Jo të mitë konkretisht, po besoj të gjithë e bëjnë. Po. Edhe kjo mendoj që ishte, si do jetosh ti vetëm, je vetëm 36 vjeç në atë periudhë. Po. Si do ta përballosh të gjitha këto gjërat. Dhe përballja me babain tim, të cilit unë si kisha thënë, as në sy nuk e shikoja ti ktheja përgjigje. Babim që ta deklaroj dhe këtë ta them patjetër, ka qenë shumë i respektueshëm me mamin, s'kemi pas as dhuna asnjë gjë. Për marrëdhënia e tyre ka qenë shumë. Marrëdhënia e tyre ishte totalisht tjetër gjë, po. Megjithatë këtë e kishim, ai kishte shumë autoritet me ne, sidomos unë isha e madhja edhe kisha marrë dhe disa përgjegjësi të tjera në familje për t'i ndihmuar. Dhe përballja me babin, një replikë e fortë, e acaruar, e nervozuar, më ndryshoi mua totalisht mendimin. Nga momenti thash që unë mund të përballem me njeriu që unë e dua më shumë në jetë, mashkulli më i rëndësishëm i jetës time. Tani është i mbirë në fakt, po. Mund të përballoj çdo gjë tjetër. Dhe aty mori ndryshim rrjedha e mendimeve. A ka ndryshuar sot koncepti i babait tënd për lidhjen që kishte në fillim, për mënyrën se si duhet ta kishte vazhduar vajza e tij martesën? Të them të drejtën. Ku të shikon sot që je më mirë? Të them të drejtën, ka ndryshuar shumë. Prej meje, ose të ka thënë që jam djerë keq, ka menduar kështu? Të them të drejtën, ka pasur shumë ngjarje të tjera në vite, po sidomos këtë periudhën e fundit, nëse më lejon të ta tregoj, ka qenë një gjë shumë e fortë për familjen tonë. Po unë po them për babin tim. Para datën 2 janar në Orikum, është vrarë një vajzë dhe pastaj ai që vrau dhe veten. Ajo ishte kushurira ime e parë, vajzë e hallës time. Dhe ishte kaq tronditse sa njerëzit nuk flisnin dot, sepse pamja jashtme ishte aq e bukur e atyre, aq e konsoliduar, që mos të zgjasen për ata, dhe njerëzit ishin të shokuar. Asnjë nga ne nuk dinte çfarë të fliste. Mirë po, duke pasur histori të tillë dhe duke kaluar në këtë buzën e tehut dhe disa nga vajzat e tjera të familjes. Dhe shkundi babai tënd. U shkund të them të drejtën. Edhe ta them me gjithë lumturinë më të madhe që sa herë që flasim për gjëra ose që më shikon që përpiqem, mundohem, edhe më thot më bëre krenare s'ma ule kokën, se duhet ta thon patjetër dhe këtë të fundit. Unë luftoj për veten, për fëmijët e mi, se nuk edhe të dua nuk dorëzohem dot, nuk kam kohë paqje. Duke qenë se është mungesa e babait tashmë e rregullt në familjen tënde. Kush e paguan më shtrenjtë mungesën e tij në familje, fëmijët? Po jam shumë e sigurt që ata e paguajnë. Po ti që po bëhesh gjithë ditën, nga mëngjeset e ndarë. Nuk je ti një nga ata personat që mundohesh të përmbushësh edhe përgjegjësitë e tij tashmë? Po edhe kjo nuk diskutohet, që mua më mungon një shpatull ku të mbështetem, nuk diskutohet fare. Kam mbajtur një peshë shumë të madhe, duke qenë që edhe ndarja jo nuk ishte me marrëveshje, me mirëkuptim, me qetësi. Ishte një ndarje ashtu siç ishin të gjitha vitet e martesës. Edhe duke qenë që ndarja nuk u pranua nga pala tjetër, nuk ishte dakord. Haraçi ngelet gjithmonë për fëmijët, ata ngelin gjithmonë në mes. Jam e sigur që e ndjejnë fëmijët më shumë se sa lodhja ime ndjejnë mungesën e babit. Çfarë mendon ti se ekziston ose mungon në rrethimin e historive të tjera, si kjo historia jote për shumë gra të tjera? Çfarë mendon se ju mungon këtyre historive? Mendon që ka gjëra të cilat nuk ndjehen akoma dhe nuk janë thënë të gjitha? A mendon se realitetin e shtrembërojnë? Po i shtoj diçka përgjigjes time. Në pranverën e 2024-s, vajzat e Vatrës në Vlorë e Qendrës më dërgojnë disa gazetar edhe më thonë që çfarë donin, çfarë kishin në plan të bënin, kanë bërë një film dokumentar për dhunën ndaj grave. Ishte një gjë për mua jashtëzakonshme sepse unë po dilja nga të gjitha tabut që kishte familja, qyteti, brezi im. Edhe kur kanë folur me njerëzit, me motrën për shembull, me vllajën që mora mendimin, edhe fëmijët. Ata më të mëdhenjt më thanë, si do dalësh ti me fytyrë, si do nxjerrësh emrin atje? Thash, këtu ka diçka që nuk po shkon mirë.
Kurse fëmijët më thanë se ti e ndjen, bëj atë që të thotë mendja jote. Dhe ato që nuk thuhen janë ato gjërat që ne kemi frikë se do na gjykojnë të tjerët. Unë nuk kam as pse ta fshej emrin tim, sepse e mbaj me krenari. Edhe as fytyrën, sepse kjo fytyra ime që duket si duket sot, është dukur dhe e çarë, e vrarë, e përdhosur. Edhe është e imja. Është e imja, pse mos ta tregoj, domethënë kjo është një gjë e imja, nuk i bëj dëm askujt. Pra po thuhet që në historitë e tjerëve, në historitë e grave të tjera, ne nuk i tregojmë gjërat ashtu si janë, se na vjen turp edhe ta ulim figurën e atij që kemi në krah, personit që kemi krah. Po do fyet edhe babi, vëllezrit, ata që kanë më shumë vëllezër. Edhe preferoj mos i tregojmë ca gjëra dhe mund të tregoj kaq shumë raste Anila e dashur për këto nga rrethi që kam afër. Imagjino pastaj e gjithë Shqipëria. Nga eksperjenca jote e dhimbshme, nga kjo gjë që ti ke arritur të dalësh me kaq guxim, që të nxjerrësh edhe figurën tënde si grua, por edhe si nën, si një nënë e denjë përballë fëmijëve të tu. Çfarë do doje ti të thoje të gjithë atyre grave të cilat ka pasur të njëjtën gjendje ose të njëjtën situatë e jotja? Ja vlen çdo lloj mundimi pavarësisht pasojave. Shoqëria ime për shembull ishte e vendosur kësaj radhe që donte ta mbyllte atë martesë. Pasojat janë ato, po ajo e bëri luftën e saj. Kishte përballë dikë me të cilin nuk mund të bëj as luftë asgjë, po. E i mori të gjitha mundimet, edhe me këtë na dha mësim dhe ne të tjerëve mbrapa. Ja vlen më e dashur se janë vite që nuk kthehen më, unë vitet që humba i kam shumë merak dhe të gjitha mundësitë për jetë më të mirë që kam humbur i kam shumë merak. Pse mos të luftoja më herët, pse mos ta bëja pa frikë? A mendon ti se po të kishte patur kushëria jote mbështetjen e familjarëve dhe po të mos kishte patur ndikim të opinioneve dhe paragjykimeve që i kemi zakonisht ne, ajo sot do të jetonte? Po, patjetër që po. Jam shumë e sigurt që po. Në farë mënyre po ave fajin domethënë edhe njerëzve të afërt të cilët nuk e bën mjaftueshëm detyrën e tyre morale për ta bërë përballë një bie, përballë një bashkëshortje, përballë një gruaje. Nuk e bën. Unë e kam familjarën time, nuk e bën. Nuk e bën për ato arsyet që përveç faktit që nuk jetojnë as në qytet, po janë në periferi edhe ajo ideja që në qytet ne kemi pak më shumë liri dhe të gjitha. Po mendoj që mbështetja e familjes është kyçi, ajo është e para. Duhet t'i duan vajzat tona, i them unë vajzës time tani që çdo gjë i them vjen sepse është 16 vjeçe, edhe është shumë e bukur. Edhe i them që çdo gjë ka një moshë të caktuar, domethënë, unë dua që ti të kalosh të gjitha etapat e moshës, sepse pastaj të ngelen merake kur vjen në moshën time. I them deri në momentin që çdo gjë ti je dakord me çdo gjë që vjen. Në momentin që ti nuk je dakord, një telefon mamit, dhe mami bëhet edhe babi, edhe ndoshta merr flak qyteti, mund të ndodh? Mund të ndodh. Pra ky është një mesazh që ti do ta mbyllësh këtë intervistë, që familja është më e rëndësishmja. Prindrit janë figura dhe drejta që i japin drejtim jetës së gjithë. Mendoj që është mbështetja më e madhe. Doja shumë të thoja që mos i mësojmë vajzave tona, siç na kanë mësuar neve nënat tona. Të jemi të përullura dhe pa dashur të dal nga konteksti i familjes tradicionale, i rregullave që ka një familje, të gjitha gjërave. Se më beso, vi nga një familje mrekullueshme unë. Vi nga një fis me histori edhe me shumë gjëra të tjera brenda. Edhe unë e doja shumë familjen time. Edhe ashtu e dëmtuar si ishte. Luftova shumë që unë nuk kam asnjë të mirë që janë vetëm edhe bëhem 400 copash. Do ishte shumë mirë që të kisha babain e fëmijëve në krah, të kisha familje të shëndetshme. Megjithatë, të mos i japim fëmijëve atë frymë të durojnë gjërat që kanë duruar mamat tona, të durojnë edhe këta. Neve na mësuan ashtu. I bëm disa gjëra si thoshin mamat. Po unë nuk dua që vajza ime të kaloj ato që unë kam kaluar. Nuk kam për ta lënë kur vetëm. Ti ke gëzuar dhe ti ke arritur të jesh një shembull fantastik për vajzën tënde dhe për të gjitha ata gra të cilat tashmë janë basa duke menduar se si të dalin nga kjo gjendje e mjerueshme në të cilën ata mund të ndodhen. Aleksandra, të faleminderit shumë për çka që ndave sot në Eko dhe të uroj që jeta jote të jetë e lumtur me fëmijët e tu.
Faleminderit shumë e dashur. Faleminderit.